Ujësiellës kanalizimi rajoni Vlorë nisi këtë të martë sikundër kishte njoftuar më parë punën për riparimin e disa avarive në linjën kryesore të transmetimit pranë Rapit në zonën e ujit të ftohtë. Qysh në orët e para të mëngjesit, grupet e punës u përqendruan në teren dhe kanë punuar intensivisht për të përfunduar sa më shpejt ndërhyrjen dhe për të rikthyer normalitetin. Ndërhyrja është ndjekur nga afër nga specialistët e ndërmarrjes, duke pasur një angazhim të plot në riparimin e avarive me qëllim rikthimin në normalitet. Për këtë avari ka nisur puna qysh në orët e para të mëngjesit, por pas orarit të furnizimit me ujë të qytetit. Për shkak të kësaj ndërhyrjeje, është realizuar stakimi i stacioneve të pompimit. Në një deklarat për qytetarët dhe mediat, ndërmarrja e ujësiellës kanalizimi rajoni Vlorë në nisjen e kësaj ndërhyrjeje në orët e para të mëngjesit shprehej kanë nisur punimet për riparimin e avarive në linjën kryesore të transmetimit pranë Rapit në zonën e ujit të ftohtë. Ekipet tona janë në teren dhe po punojnë intensivisht për të përfunduar sa më shpejt ndërhyrjen dhe për të rikthyer normalitetin. Për shkak të kësaj ndërhyrjeje të domosdoshme, është realizuar stakimi i stacioneve të pompimit, çka sjell kufizim të përkohshëm të furnizimit me ujë në qytetin e Vlorës. Furnizimi pritet të rikthehet në normalitet gjatë mëngjesit të ditës së martë. Për këto avari, ndërmarrja e ujësiellës kanalizimi rajoni Vlorë njoftoi qysh në muajin gusht, riparimi i tyre u shty në kohë për shkak të sezonit turistik dhe për të mos sjellë problematika në furnizimin me ujë të qytetit. Ujësiellës kanalizimi rajoni Vlorë falenderon edhe bizneset në zonën pranë avarisë për durimin dhe mirëkuptimin e tyre.